Data 4 prill. Levitiku, kapitulli 7. Ky është ligji i ofertës për shkeljen. Është gjë shumë e shenjtë. Në vendin ku therret holokausti, do të therret flija për shkeljen. Dhe gjaku i saj do të spërkatet rreth e qark altarit. Për i saj do të paraqitet tërë dhjami. Do të hiqet bishti i majm, dhjami që mbulon zorrët, të dy veshkat, dhjami që është mbi to, rreth ijeve dhe bula e dhjamur e mëlçisë së zezë mbi veshkat. Pastaj prifti do t'i tymos mbi altar si një flim i bërë me zjarr për Zotin. Ky është një flim për shkeljen. Çdo mashkull midis priftërinjve do të mund të hajë nga ajo. Do të hahet në vend të shenjtë, është gjë shumë e shenjtë. Flimi për shkeljen është si flimi i mëkatit. I njëjti ligj vlen për të dy rastet. Flija me të cilën prifti bën shlyerjen i takon atij. Dhe prifti që ofron holokaustin e dikujt do të marrë për vete lëkurën e holokaustit që ka ofruar. Kështu çdo blatim i ushqimit i pjekur në furr apo i përgatitur në tigan ose mbi skar do të jetë i priftit që e ka ofruar. Dhe çdo blatim i ushqimit i përzier me vaj ose i thatë i përket tërë bijve të Aronit, si për njërin, si për tjetrin. Ky është ligji i flimit të falënderimit që do t'i çohet Zotit. Në qoftë se dikush e ofron për dhënje hiri, do të ofrojë me flimin e dhënjes së hirit kulaç pa maja të përzier me vaj, revani pa maja të përzier me vaj dhe kulaç me maj mielli të përzier me vaj. Bashkë me kulaçet e bukës pa maja, si ofertë e tij do të paraqes me flimin e dhënjes së hirit, flimin e tij të falënderimit. Nga çdo ofertë, ai do të ofrojë një kulaç si një blatim të lartë për Zotin. Ai do të jetë i priftit që ka spërkatur gjakun e flimit të falënderimit. Mishi i flimit të dhënjes së hirit i paraqitur si falënderim do të hahet po atë ditë gjatë të cilës ofrohet. Nuk do të lihet asgjë prej tij deri në mëngjes. Por në qoftë se flimi që dikush ofron është një kushtim ose një ofertë spontane, do të hahet ditën në të cilën paraqitet flimi. Ajo që tepron duhet të hahet të nesërmen. Por ajo që mbetet nga mishi i flimit do të digjet me zjarr ditën e tretë. Në qoftë se në ditën e tretë hahet nga mishi i flimit të falënderimit, ai nuk do të pranohet dhe nuk do t'i llogaritet. Do të jetë një veprim i neveritshëm dhe ai që ha do të mbajë fajin e mëkatit të tij. Mishi që prek çfarëdo gjë të papastër nuk do të hahet, do të digjet me zjarr. Sa për mishin tjetër, kushdo që është i pastër do të mund të hajë nga ai. Por personi që duke qenë i papastër, ha mish nga flimi i falënderimit që i përket Zotit, do të shfaroset nga populli i tij. Përveç kësaj, nëse dikush prek çfarëdo gjë të papastër, një papastërti njerëzore, një kafshë të papastër ose çfarëdo gjë të neveritshme dhe të ndyrë, dhe ha mish nga flimi i falënderimit që i përket Zotit, ai do të shfaroset nga populli i tij. Dhe Zoti i foli Mojsiut, duke thënë: Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Nuk do të hani asnjë yndyrë të lopës apo të deles apo të dhis. Dhjami një kafshë që ka ngordhur në mënyrë të natyrshme dhe dhjami një kafshë të shqyer mund të shërbejë për çdo përdorim tjetër, por nuk do të hani as pak, sepse kushdo që në fakt ha dhjamin e një kafshë që ofrohet si flim i bërë me zjarr për Zotin, ai që ha nga ky mish do të shfaroset nga populli i tij. Përveç kësaj, në asnjë nga banesat tuaja nuk do të hani asnjë gjak, as të zogjve, as të katërkëmshave. Kushdo që ha çfarëdo lloj gjaku do të shfaroset nga populli i tij. Dhe Zoti i foli Mojsiut, duke thënë: Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Kush i ofron Zotit flimin e tij të falënderimit, do t'ia çojë ofertën e tij Zotit, duke e hequr nga flimi i tij i falënderimit. Do t'i çojë me duart e tij ofertat e bëra me zjarr për Zotin. Do të çojë dhjamin bashkë me gjoksin për të tundur gjoksin si ofertë e tundur përpara Zotit. Prifti do ta tymos dhjamin mbi altar, ndërsa gjoksi do të jetë i Aronit dhe i bijve të tij. Do t'i jepni priftit gjithashtu si një ofertë të lartë kofshën e djathtë të flimeve tuaja të falënderimit. Ai nga bijtë e Aronit që ofron gjakun dhe dhjamin e flimeve të falënderimit do të ketë si pjesë të tij kofshën e djathtë, sepse nga flitë e falënderimit të ofruara nga bijtë e Izraelit, unë marr gjoksin e ofertës së tundur dhe kofshën e ofertës së lartë dhe u jap priftit Aron dhe bijve të tij si një detyrim i përjetshëm nga ana e bijve të Izraelit. Kjo është pjesa e caktuar e Aronit dhe e bijve të tij nga flimet e bëra me zjarr për Zotin, ditën që do të paraqiten për t'i shërbyer Zotit si priftërinj. Këtë ka urdhëruar Zoti për bijtë e Izraelit, t'u jepnin atyre ditën që i vajosi si një ligj i përjetshëm brez pas brezi. Ky është ligji i holokaustit, i blatimit të ushqimit, i flimit për mëkatin, i flimit për shkeljen, i shenjtërimit dhe i flimit të falënderimit. Ligji që Zoti dha Mojsiut mbi malin Sinai
ditën që i urdhëroi bijtë e Izraelit t'i paraqisnin ofertat e tyre Zotit në shkretëtirën e Sinait. Psalmi 7. O Zot, Perëndia im, po kërkoj strehim të ti. Shpëtom nga tëra ata që më përndjekin dhe çlirom, që armiku të mos e shqyej shpirtin tim si një luan, duke coptuar pamundur njeri të më çliroj. O Zot, Perëndia im, në rast se e kam bërë këtë, në qoftë se ka ligësi në duart e mia, në rast se jam përgjigjur me të keqen atij që jetonte në paqe me mua, ose në rast se e kam zhveshur armikun tim pa arsye, let më përndjek armiku dhe të më arri, le ta marrë në përkëmbë jetën time dhe ta zvarrit në pluhur lavdin time. Qohu o Zot në zemërimin tënd, qohu kundër tërbimit të armiqve të mi dhe në favorin tim. Ti ke vendosur gjykimin. Kuvendi popujve do të tërthoj, kthehu mbi të në një vend të ngritur. Zoti do të gjykoj popujt. Gjykom o Zot sipas drejtësisë sime dhe ndershmërisë sime. Jepi fund ligësisë e njerëzve të këqij, por vendos njeriu në drejtë, sepse ti je Perëndia i drejtë që provon zemrat dhe mendjet. Mburoja ime është te Perëndia që shpëton ata që janë të drejtë nga zemra. Perëndia është një gjykatës i drejtë dhe një Perëndi që zemrohet çdo ditë me keqbërësit. Nëse keqbërësi nuk kthehet, ai do të mprej shpatën e tij, e ka shtrirë harkun e tij dhe e ka përgatitur. Ai ka përgatitur kundër ti armë vdekëpruese, i mban gati shigjetat e tij të zjarrta. Ja, keqbërësi lind pa drejtësinë. Ai ka ngjizur ligësinë dhe ka për të pjellë mashtrimin. Ai gërmon një grop dhe e bën të thellë, por bie vetë në gropën që ka bërë. Ligësia e tij do të kthehet mbi kryet e vet dhe dhuna e tij do të bjerë mbi çafkën e kokës. Unë do ta falenderoj Zotin për drejtësinë e tij dhe do të këndoj lëvdime në emër të Zotit shumë të lartit. Psalmi 8. Sa i mrekullueshëm është emri yt mbi gjithë rruzullin, o Zot, Zoti ynë që vure madhështinë tënde mbi qiejt. Nga goja e të vegjelve dhe foshnjeve në gjik e vendosur lëvdimin për shkak të armiqve të tu, për t'i mbyllur gojën armikut dhe hakmarrësit. Kur mendoj qiejt e tu që janë vepër e gishtrive të tu, hënën dhe yjet që ti ke vendosur, çfarë është njeriu që ta mbash mend dhe biri njeriut që ta vizitosh? Megjithatë, ti e bëre pak më të ulët se Perëndia dhe e kurorzove me lavdi dhe me nder. E bëre të mbretëroj mbi veprat e duarve të tua dhe vure çdo gjë në këmbët e tij. Dhënë dhe bagtit e tjera, madje bishat e egra, zogjt e qiellit dhe peshqit e detit, tërë ata që kalojnë në përshtigjet e detit. O Zot, Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt në të gjithë dheun. Fjalët e urta, kapitulli 22. Një nam i mirë është më i pëlqyeshëm se pasuritë e mëdha, dhe hiri është më i pëlqyeshëm se argjendi dhe ari. I pasuri dhe i varfri kanë këtë të përbashkët, të dy i ka bërë Zoti. Njeriu i matur e shikon të keqen dhe fshihet, por njerëzit naiv shkojnë tutje dhe dënohen. Çmimi i përvojtërisë dhe frikës së Zotit është pasuria, lavdia dhe jeta. Ferra dhe leqe gjenden në udhën e të çoroditurit. Kush kujdeset për jetën e vet, rri larg tyre. Mësoj fëmijës rrugën që duhet të ndjek, dhe ai nuk do të largohet prej saj edhe kur të plaket. I pasuri sundon mbi të varfrit, dhe u hamarrësi është skllav i huadhënësit. Kush mbjell pa drejtësi ka për të korrur të lashe dhe shufra e zemërimit të tij do të asgjësohet. Njeriu me sy dashamirës do të bekohet sepse i jep bukë të varfrit. Përzore tallësin dhe grindjet do të ikin bashkë me të. Po, grindjet dhe fyerjet do të pushojnë. Kush e do pastërtinë e zemrës dhe ka hir mbi buzët, do ta ketë shok mbretin. Sytë e Zotit ruajnë dijen, por ai i bën të kota fjalët e të pabesit. Përtaci thot, jashtë ka një luan, do të vritem rrugës. Goja e gruas që shkel kurorën është një grop e thellë, ai që ka zemëruar Zotin do të bjerë në të. Marrëzia lidhet me zemrën e fëmijës, por shufra e korrigjimit do ta largojë prej saj. Ai që shtyp të varfrin për të pasuruar dhe ai që jep të pasurit me siguri do të varfërohet. Vëru veshin dhe dëgjo fjalët e të urtëve dhe jepja zemrën dijes sime, sepse për ty do të jetë e këndshme t'i ruash në intimitetin tënd dhe t'i kesh të gjitha gati mbi buzët e tua. Me qëllim që besimin tënd ta kesh te Zoti, sot të kam mësuar, po, pikërisht ty. A nuk të kam shkruar në të kaluarën aforizma që kanë të bëjnë me këshillimin dhe diturinë
në mënyrë që të njohësh sigurinë e fjalëve të së vërtetës, me qëllim që të përgjigjesh me fjalët vërteta atyre që të dërgojnë? Mos e vidh të varfrin sepse është i varfër, dhe mos e shtyp të mirin të porta, sepse Zoti do të mbrojë çështjen e tyre dhe do t'u heqë jetën atyre që i kanë zhveshur. Mos lidh miqësi me njeriu zemrak dhe mos u shoqëro me njeriu idhnak, që të mos mësosh rrugët e tij dhe të mos gjesh një kurth për shpirtin tënd. Mos u bëj si ata që japin dorën si garanci, që bëhen garant për borxhet e të tjerëve. Në qoftë se nuk ke asgjë me sa të paguash, pse duhet të heq shtratin poshtë vetes? Mos e luaj kufirin e vjetër të vendosur nga etrit e tu. A ke parë një njeri të papërtueshëm në punën e tij? Ai do të qëndrojë në praninë të mbretit dhe nuk do të qëndrojë para njerëzve të humbur. 1 Thesalonikasve, kapitulli i parë. Pali dhe Silvani dhe Timoteu, kishës së Thesalonikasve në Perëndin Atë dhe në Zotin Jezu Krisht. Hir mbi ju dhe paqe nga Perëndia, Ati ynë, dhe nga Zoti Jezu Krisht. Ne për herë falenderojmë Perëndin për ju të gjithë, duke ju kujtuar në lutjet tona, duke kujtuar vazhdimisht veprën tuaj të besimit, mundimin e dashurisë suaj dhe durimin e shpresës në Zotin ton Jezu Krisht, por para Perëndis, Atit ton, duke ditur vëllezër të dashur prej Perëndis, zgjedhjen tuaj. Sepse ungjilli ynë nuk erdhi deri te ju vetëm me fjalë, por edhe me fuqi dhe me frymën e shenjtë dhe me shumë siguri, siç e dini si jemi sjellë mes tuaj për shkakun tuaj. Dhe ju u bët imituesit tanë dhe të Zotit, duke e pranuar fjalën në shtrëngim të madh me gëzimin e frymës së shenjtë. Kaq sa u bët shembull për të gjithë besimtarët e Maqedonisë dhe të Akajisë. Sepse për ju shjehoi fjala e Perëndis jo vetëm në Maqedoni dhe në Akaji, por edhe në çdo vend u përhap besimi juaj te Perëndia, saqë ne s'kemi nevojë të themi ndonjë gjë, sepse vetë ata tregojnë për ne çfarë hyrje patëm te ju dhe si u kthyet nga idhujt e Perëndia për të shërbyer Perëndisë së gjallë e të vërtetë. Dhe për të pritur prej qiejve birin e tij, të cilin ai e ngjalli prej së vdekurish, Jezusin që na shpëton nga zemërimi që po vjen.